I ftuar në The Dalina Show, producenti i njohur Turian Hysko tha disa nga fjalët më të ndjera dhe të sinqerta për Orindën, të cilat nisën kështu: Orinda ditë më shfazoi mua, po ti doj qefi Orindës më shfazon, ma heq qarkun dhe mua s'ma heq qarkun njëri, dhe Orinda në paralel është qetësia ime. Ajo është një grua e cila ka një fuqi shëruese. Unë do një bukurosh nuk jam, por Orinda ka qenë një gocë shumë e bukur, shumë e suksesshme. Mundej ta zgjidhte jetën shumë herë më të lehtë. Orinda më zgjodhi mua kur unë e kisha rrogën 800.000 lekë të vjetra. Më zgjodhi dhe ra në dashuri me mua, nuk u shkëput kur. Më tej, Turiani nuk ndjeu as pak siklet ta pranoi admirimin që ka për forcën dhe rolin e rëndësishëm të Orindës në familje. Sa herë që pyes Orindën për një vendim, unë nuk kam ndier njëherë frustrimin që kjo grua po më zvoglon ose po më krijon gërç. Gjithmonë në çdo moment stres timin më ka thënë Turian: ti një kasolle ta ngresh nga e para, prap do e kthesh në një shtëpi të madhe, ka thënë ndër të tjera Turiani.